Përshëndetje ndjekës së revistës Story, unë jam Kletilda Harka, mirë se vini tek faqja jonë e revistës. Unë jam sot për një live, kam vendosur në sfond një këngë. Nuk e di nëse dikush nga ju do arrit ta gjej se kush e këndon këtë këngë. Ndërkohë unë do pres që të lidhem me të ftuarin e kësaj të shtune, që dhe se do e kaloj mirë, sepse do flasim për një fest. Në fund të fundit festat janë të bukura. Më shkruani një herë nëse ju pëlqen kjo këngë, edhe qa komenti mund të keni, nëse dëgjohet aty tek ju. Po ul pak volumin në fakt sepse atëherë këngëtari i ftuar sot nga revista Story quhet Mirud, është emri i artit Mirud, dhe unë po pres direkt që të lidhem me të. Ose sa shumë vetëmi. Mirud jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përshëndetje. Përshëndetje Kletilda, faleminderit shumë për ftesën. Jam shumë i nderuar që jam sot këtu me ty, sa në fakt unë intervistat e tua e shoqëroj gjithë kohën, edhe ndiem shumë i nderuar që jam këtu me ty sot. O zot, vërtet? Seriozisht, i shoh gjitha, në fakt kam ndjek shumë këto ditë fundit sidomos. Të falenderoj shumë. Edhe mua më pëlqen shumë mënyra se si ti i ofrohesh publikut si këngëtar, si artist. Të kam ndjekur që në pjesëmarrjen e parë në festivalin e 57 të këngës në RTS. Faleminderit shumë. Për nënën, dhe realisht, domethënë jam emocionuar kur kam parë se si interpretoi në skenë. Kjo këngë që kemi në shumë faleminderit. Titullohet Nëse vdes. Po. Unë që të mos kemi kakofoni dhe mos na pengoj, po e heq, ndërkohë besoj që mjafton. Më thuaj, ç'është kjo këngë me vdekje, ndërkohë që vdekja është kaq e afër. Realisht në këtë periudhë që po kalon gjithë bota, në një periudhë vërtet shumë edhe mistike, edhe ankthioze, të gjitha bashkë. Në fakt unë këtë këngë e kam shkruar gjatë karantinës që kemi pas në New York, edhe kam qenë mbyll në shtëpi ndoshta për 4-5 muaj, edhe shumë prej neve pasi që nuk kemi pas diçka tjetër me bë, ka qenë një formë shumë e mirë me reflektu në jetë, edhe sidomos në kalumen time. Kjo këngë domethënë flet shumë për abuzim, flet shumë për domethënë marrëdhënie që janë abusive, ka të bëjë shumë edhe me ato që unë jam rrit, domethënë kulturën shqiptare ku femrat janë të trajtuar shumë keq, edhe trajtohen, domethënë që nuk kanë shumë drejta, sidomos në pjesën ku jam rritur në Kosovë. Edhe inspirimi i këngës ka qenë domethënë aty, edhe përjetimet e mia që unë kam pas personalisht me domethënë abuzim. Po si e frymëzuar realisht për këtë tekst, nëse vdes, mua realisht më ka pëlqyer shumë. Faleminderit shumë. Sepse në pak teksti arrin të thua gjithë historinë e një personi, se çfarë i ndodh një personi në dramën e tij të dashurisë. E ke përjetuar realisht këtë lloj drame? Po, patjetër sidomos gjatë fëmijërisë, edhe kam pas momente edhe këtu gjatë jetës time në New York që kanë ndodhur të njëjta gjë, kështu që kanë qenë përjetime reale, sepse gjitha këngët që unë shkruaj janë përjetime reale të mia, sepse është një farë formë terapie për mua me shkrua ato çka e ndjej edhe ato çka kam përjetu edhe me nda me njerëz, se edhe unë pse bëj muzikë edhe që kam njerëz që ndjekin muzikën time nuk më bën, domethënë të jem më i lumtur se tjerët, edhe unë jam një person normal që kalojnë periudha shumë të vështira në jetë, edhe kështu që arsyeja pse kam qujtë këtë këngë Nëse vdes
është për shkak se ka qenë një dedikim i gjithë atyre njerëzve në kalumin time që le të themi nuk kam pas përjetime shumë të mira me ta, edhe kjo ka qenë disi një dedikim gjithë atyre personave që kam pas kalumin time që do më thënë kanë lënë me trauma. Sa të të, po vërtet të kanë lënë me kaq trauma, çfarë kanë bërë? Na tregon një mënyrë sjellje se si mund një person mund të lërë me trauma në dashuri. Unë kam në dashuri ka shumë gjana që jo vetëm abuzim, po mendoj fizik, ka abuzim mental shumë, edhe nuk dikush mundet me toleru gjana tilla, dikush nuk mundet, edhe jam asi personi që nuk mundem, kështu që aty ka qenë edhe inspirimi i këngës që sa herë dikush më ka lëndu, jam kthy prap një jetë ose më ka vra emocionalisht, jam kthy prap një jetë veç me qenë para të fytyrës tyre dhe me i thonë që unë jam i fortë, mu kërkush nuk mundet me myt. Ndërkohë mund të themi që edhe jetës i ka rënë vlera, po edhe vdekjes i ka rënë vlera, sidomos në këtë periudhën e Covidit. Për shembull tani nuk është ndonjë përbetim shumë i madh dashurie të thuash të vdes për ty. Apo jo? Pajtohem për atë dhe unë e kom shkru këngën që ajo këngë nuk thot që unë do vdes për ta, nuk do thot që do vdes për ta, por do me thënë mënyra se si janë mundu njerës me myt mu, nuk ja kanë arrit qëllimin se të jom këty një gjithmonë edhe lama e fuqishëm se kur. Unë kam ndjekur domethënë ato komentet që janë bërë në YouTube edhe më ka bërë përshtypje sepse të gjithë befasohen kur të dëgjojnë. Në më thënë, një këngë që ku kërcehet me dhimbjen, është shumë interesante, sepse i këndojt dhimbjes, ndërkohë kërcehet shumë mirë. Çfarë ke menduar kur ke bërë këtë këngë? Ke bërë të përshtatshme për Eurovision? Ta themi trot çfarë? Normalisht që aty është qëllimi, për atë arsye mendoj që dhe gjithë në artist po shkojnë në festival, se nuk mundem, edhe kush thotë që nuk po shkojnë për atë arsye, do me them që gënjen, gjithë po shkojnë për një qëllim, edhe normalisht që ajo është një ndër shumë i madh me arrit në skenën e Eurovisionit, po normalisht që ideja e këngës ka qenë fillimisht për festival, pastaj normalisht që emocionet rriten edhe mendon për Eurovision, por në gjatë periudhës karantinës në fakt kam dëgjuar shumë këngën e Xhimia Pagarushës, pasi që edhe në gjatë asaj kohe ajo ka vdek. Unë jam inspiruar shumë prej muzikës edhe melodive që i ka këndu ajo, edhe për atë arsye edhe në refrene, do me thënë mundesh me ndëgju shumë melodi që janë, le të themi, kosovarçe, edhe aty do me thënë ka qenë inspirimi i melodisë që kam kriju. Arsyeja pse kam dashur me i dhënë atë energji këngës është se kjo këngë, siç thash edhe më herët, ka qenë dedikim i gjithë femrave dhe grave që unë jam rrit, edhe që kom pa që kanë qenë të abuzuara, edhe që e kuptoj dhimbjen, edhe që e kuptoj që ato gjana nuk janë normale, sepse shumë prej njerëzve që në ato situata mendojnë se ato situata janë normale, edhe i tolerojnë gjana tilla. Kështu që ky dedikim për atë arsye dhe kënga ka energji shumë femrore, për shkak se kam dash me kjo këngë me qenë dedikim, do me thëmë për femrore. Mund të themi se ke hyrë në lëkurën e një femre? Do thënë, këndon një femër, shpirti një femre në këtë këngë? Kisha me thënë që po. Po pse? Nuk ka ndodhur ndonjëherë që një djalë të hynë në lëkurën e gjinis tjetër. Pse e ke bërë këtë? Po siç thash edhe më herët, unë eksperiencat e mia që i kam normalisht që lidhen edhe shumë eksperienca gjatë kohës kur jam rritë edhe unë, se kam pas eksperienca, do me thënë, me abuzime dhe gjatë familjes time, kështu që nuk është kjo vetëm për femra, kjo është, do me thënë, edhe historia ime, por që po mundohem t'i tregoj tjerëve që kuptoj historinë së gjithëve, edhe që ato gjëna, do me thënë, paka shumë, se shumë njerëz që në ato situata nuk kanë dëshirë të flasin me tjerët me eksperienca që e kanë me abuzim, edhe i fshehin gjërat, kështu që edhe në shumë raste njerëz mendoj që janë të vetmit ata që po shkojnë, do me thënë që po kalojnë ato eksperienca, por që unë po mundohem përmes muzikës, përmes këngëve, me nda eksperiencat e mia, që ato gjana
ka shumë njerëz tjerë që janë atë situata ashtu, edhe që nuk janë të vetmet. Lexova diku që kjo është një versioni mashkullor i Elvana Gjatës se nuk është më parë. Ke lexuar? E kam lexuar. Këtë? Unë, në fakt, ndoshta jam tërheq për Instagramit për 2 ditë për atë arsye, për shkak se nuk mu ka dok shumë me pa drejt që e krahasonin këngën time me Elvanën, edhe pastaj më akuzonin mua, që do me thënë unë pas kam thënë diku që kënga është komplet kënga e Elvanës, kur në fakt nuk e kam thënë. Në fakt me një pyetje përgjigje në Instagram që kam bërë, dikush do me thënë dëgjues më pyeti se a është kënga në stilin e Elvana Gjatës. Edhe unë thash që po. Edhe prej aty gjithë këto artikuj kanë dalë që kënga është si me thana. E pra atë arsye njerëz po krahasojnë shumë atë këngë, po nuk ka të bëjë kur gjë me atë këngë, kështu që. Edhe unë shumë mendoj nuk ka lidhje, e kam dëgjuar disa herë, nuk ka lidhje fare. Kënga jote ka një stil shumë çfarë rrymë, çfarë gëshetimi rrymash janë në këngën tënde nëse vdes? Unë kjo e kisha krahasu ma shumë si pop dance, por me influenca do me thënë shumë që janë prej muzikës tonë dhe të kulturës tonë, sidomos në Kosovë, edhe kam përdor shumë influenca të vogla, sidomos gjatë refreneve, do me thënë nga muzika që këndojmë ne nga ana Kosovës. Po kam vëre që gjithë konkurentët, shumica, 80% e konkurentëve të këtij viti të komplimentojnë, të bëjnë like, jashtë mase, sikur të kishe marrë pjesë në kënga magjike dhe të merrje votat e rivalëve, do ishte shumë mirë, apo jo? Si ke ndërtuar këto marrëdhënie me artistët shqiptarë, sepse ti jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Po, unë në fakt me Orkesa Zaimin kemi kriju miqësi gjatë festivalit 57. Orkesa ka qenë shumë e mirë për fillimit me mua edhe do me thënë jemi bërë miq edhe ndoshta flasim çdo ditë tash. Ndërsa Jessica Polon po ashtu un kam bërë një bashkëpunim me Jessica Polon. Edhe Alexeitaj, do me thënë kam kriju miqësi edhe me ata për shkak të punës që kemi bërë bashkë, jemi lidhur shumë kreativisht edhe unë fakt me Jessica kam bërë disa edhe një projekt tjetër në fakt, këngën e festivalit që e kemi bërë edhe një version që është komplet me kore me zërin e saj, kështu që edhe atë do lançoj pas festivalit ku, pasi që nuk kam drejt të bëj atë tani, por që ke shumë e të tjerë, Manjolan Albani, Ines Neziri, duhet i kujtoj, ke shumë Angela Peristeri, janë të gjithë rivalet e tu në këtë festival. Unë se nuk mendoj që ka nevojë të krijohet negativitet në mes konkurrentëve në festival, se ne gjithë po mundohemi të bëjmë të njëjtën gjë, që është me bë paraqitjen sa më të mirë edhe me qenë vlerësuar nga publiku, se nuk mendoj që asnjë çmim mundet me dhënë çka t'jep publiku. Kështu që unë gjithmonë mundohem të tregoj respektin që kam për gjithë artistët që janë aty, se në fakt unë ndihem i nderuar që po ndaj skenën me gjithë ata, sepse e di sakrificat edhe e di se sa shumë mundim është do me thënë të shkosh në atë skenë dhe të përgatitesh për një paraqitje, edhe e di se sa mundim edhe sa energji kërkon ajo, jo vetëm do me thënë financiare, fizike, por edhe është do me thënë një gjë shumë e madhe mentale, sepse ka shumë strese. Është e vërtet, dhe ti do udhëtosh nga Amerika për në Shqipëri për të marrë pjesë në këtë garë që ende nuk është vendosur data për shkak se do organizohet në qiell të hapur. Ti ke dëgjuar këngët e konkurrentëve dhe mund të japësh një mendim ose cila këngë ty të ka bërë për vete në momentin që ke dëgjuar, se ti je profesionist, ke studiuar kanto, ke studiuar piano apo jo? Po, domethënë je një profesionist i vërtet. Faleminderit shumë. Po, unë kam dëgjuar normalisht gjitha këngët, më kanë pëlqyer shumë se secili artist ka sjell diçka që është ndryshe prej njëri tjetrit. Normalisht që ka disa këngë që
le të themi kanë lënë gjurmë më shumë në mua se tjerat, dhe kënga e parë në fakt që kam dëgju prej festivalit ka qenë Jessica Polos më mbron, edhe ishte shumë vonë atë natë dhe kam fillu çaj sepse kam pas një eksperiencë të njëjtë me Jessica, sepse dhe nëna ime ka luftuar kancerin, kështu që më ka bon... Nëna jote jeton? Po, por e ka luftuar para ca viteve. Mbaj mend që në festivalin e 57 ke bërë një dedikim posaçërisht për nënën. Po, ishte domethënë për atë arsye. Më vjen mirë që jeton dhe e ka mposhtur atë smundje të tmerrshme. Ndihemi normalisht shumë të lumtur edhe që ka mujt me luftu ato, po ka qenë një eksperiencë shumë traumatike. Edhe do me thonë ajo ka prek shumë, ka po me qa, normalisht më pëlqen shumë Karma nga Angela Peristeri, kënga e Inis më pëlqen shumë, Era Rusi, më pëlqen kënga Orgesës, më pëlqen ka shumë, të gjitha më pëlqen. Të gjitha të bukra. Të gjitha të bukra, edhe të ndën Meteor, të gjitha edhe të ndën Meteor. Meteor, Stefan Marena, tekstin e kam bërë unë, e di apo jo? Patjetër që e di. Nuk e dia që e di, realisht. Patjetër që po. Në fakt kam ndjekur disa video të këtyre personave në YouTube që i dëgjojnë këngën dhe japin komente për secilën prej tyre. Edhe më ka bërë shumë përshtypje sepse kur ndalonin te kënga jote, ishin shumë wow, thoshin, do të thonë, kjo është një këngë për Eurovision. Ngjiste direkt, çfarë taktikash ke përdorur nëse mund t'i tregosh për të bërë një këngë që pëlqejet direkt? Të them të drejtën, unë çka kam bërë me këtë këngë është që kam investu shumë. Më fal, ti je kantautor, ke bërë tekstin, ke bërë muzikën, ke bërë gjithçka, ke ardhur si kantautor në këtë festival. Po, në fakt, unë mendoj që në këtë projekt në fakt nuk jam gut atë shumë me përfundu, se projekte tjera i përfundohen zakonisht më shpejt, po derisa kam përfundu këngën në vdes, ndoshta kam fillu do me thënë me punu këngën në maj dhe kam përfundu në muajin gusht, kështu që ka qenë një periudhë shumë e gjatë që jo marrë me këngën çdo ditë sepse nuk kam pasur obligime tjera për shkak të Covid, edhe jam inspiru çdo ditë, kam dëgju, do me thënë shumë këngë shqipe, këngë që s'kam dëgju përpara, zhanre tjera të muzikës që s'kam dëgju përpara shqipe dhe duke u inspiru nga gjithë këngëtarët që kanë qenë para gjithë neve, edhe sepse shumë prej neve nuk i jepim, do me thënë, nuk e kam marrë shqip që shtuhet, credit, nuk i... credit këtyre artisteve që kanë qenë para neve sepse mos të ishin ata nuk do ishim edhe neve, kështu që kam dëgju shumë këngë, do me thonë që shtash dhe ma herët në gjmijes edhe jam mundu me sjell ato që jam unë, se në këngën nën, kur kam qenë, kam mundu me bo diçka që kam mendu festivali mundet me mbështet, e jo diçka që unë kom dasht me e bo prej shpirtit, po mendoj si produksion këngën, edhe stilin i këngës që ka qenë. Ajo është e vetmja balad që kam, edhe pse kam 12 këngë që i kam lançu, ajo është e vetmja balad, edhe arsyeja pse ka qenë balad, është për shkak që stigmatizmës që festivali e ka, se vetëm baladat fitojnë, se vetëm baladat shkojnë në festival. Do të jenë ndikuar pak, je kushtëzuar pak nga një lloj stereotipi që ekziston. Patjetër, por unë prej fillimit karrierës muzik, kam bo këtë zhanër të muzikës që është edhe kënga e Nëse vdes, nëse njerëz kanë pas rastin me ndëgju do me thonë repertuarin tim edhe këngën, katalogun tim më herët që kom bo, gjitha këngët kanë qenë në këtë stil, edhe kështu që kjo është diçka që kom bo unë për shumë kohë, por edhe kom fatin që jetoj New York, sepse kam, do me thënë, kam mundësi të investoj më shumë, kam mundësi të punoj në studio që janë më të mira, kam mundësi që të punoj, do me thënë,
me producent që bëjnë mix and master, që do me thënë e bëjnë këngën, Shumë. do me thënë të sjellin një këngë me kualitet, se nuk desha të sjell diçka në festival që le të themi që e kam bërë vetëm për ta bërë. Po mund të themi që ka ardhur për të fituar, se të nisesh nga Amerika, të vish në një Tiranë, në këto kushte që jemi, do të thotë që ti e mendon fitoren, apo jo? Patjetër që po, ajo është ëndër e çdo artisti dhe normalisht që do doja shumë të fitoja festivalin. Jo vetëm për shkak se është Eurovisioni, por që unë mendoj edhe për gjëra më të mëdha, do të thënë si për faktin që mund me u kanë këngëtari mashkull i parë nga Kosova që e fiton festivalin, kështu që ajo do ishte nder, pra ato gjëra unë mendoj. Beson tek fitoria pa ndërhyrje, se ekzistojnë shumë, thash e theme rreth festivalit, nga njerëzit janë jashtë ose brenda, që mendojnë në mënyra nga më të ndryshmet edhe normalisht është kthyer në një lloj moll sherri në festivali i fundvitit. Duhet jetë fest, por në fakt është bërë një lloj sherri. Po, në fakt çdo vit bëhen ato biseda nëse festivali është i drejtë apo jo, po në fakt ka aq shumë negativitet për këtë temë sa që nuk di as çfarë mendimi me dhanë sa i përket asaj. Mos u merr fare. Por që do bëjmë më të mirën që mundem në festival në paraqitjen time. Do mundohem të bëj diçka që nuk është pa më herët, do mundohem të sjell diçka që është pak më fresh, pak më ndryshe për festivalin, edhe për publikun shqiptar, kështu që inshallah paraqitja përqejet, edhe aq mund të bëj unë, çfarë ndodh pastaj nuk është në duart e mia, edhe nuk po shkoj të korruptoj askënd, kështu që E di. Tani ti je një tip pak ekstravagant, pak provokues, si do jetë performanca e vote? Mos ndoshta do vish si Adami vetëm me një gjete, se e ke ti zakon punën e luleve, jo. E luleve. Nuditeti me pak lule ose me aksesor tek ty funksionon, sepse kam parë disa punë të tua që duke shumë e veçantë. Tani çka ke menduar që të bësh diçka ndryshe, siç the? Do jem i veshur, veç po them atë. I veshur. Unë mendova do jesh një Adam, do më thënë Adam që do mbulosh vetëm nga diçka. Në fakt ajo nuk do ishte ide e keqe fare, se në fakt të ishte festivalin Pallatin e Kongreseve, ndoshta do bëja ashtu veç jashtë, nuk e di, se nuk dua të ngrihem. Është ftohtë realisht, nuk e di se si e kanë menduar pjesën e performancës, sepse vërtet do jetë kulmi i të ftohtit, sepse fundi janarit është gjithmonë i ftohtë në Tiranë. Po, nuk e di në fakt asun. Më trego pak për miqësinë, se si arritet të krijosh kontakt me Jessica Polon dhe Alekseitaj. Jeni bashkuar 3 persona që i këndoni nënës. Okej, ti dhe Jessica keni të njëjtën histori. Po Alex, sa i bën nënën vet, domethënë bën ato në YouTube. Unë me Jessica Polon jemi taku në festivalin e këngës në 57. Ka ardhur me na vizitu njënën prej natëve që kemi bërë, më duket natën e parë, me përshëndet artistët edhe mandej e kom taku aty Jessicën. Prej Jessica Polos normalisht që ajo ka biçësi shumë të madhe me Alekseitaj, edhe do me thënë ashtu kom njoftë Alekseitaj. Pastaj kur kom dëgju eksperiencën që Jessica e ka pas, unë fakt i kom propozu të dyve që të bëjmë një verzion të këngës Nën bashkë si remix. Kështu që aty ka lind ideja edhe miqësia me Jessicën, do me thënë le të themi që jemi lidhur më shumë after këngës që kemi bërë. Po në Shqipëri kur vjen në Tiranë, sepse si ke jetuar në Tiranë,
Cilët janë miqtë e tu kur që vjen dhe i takon, që rri me ta, mund të kalosh kohë. Tani që të lidh për shembull. Jessica Polon, Eriona Rushiti, Orgesa Zaimi, këta e njerë që unë dal pika ferri, flas me orë, Miranda Dupin, ka shumë njerëz, Almendën, ka shumë njerëz që mundem me bo diçka të tillë. Miranda Dupi do merret me imazhin tënd apo jo? Jo, unë në fakt kom punu me designer këtu, edhe kam gjitha përgatitur nga kështu që do i sjell nga këtu sepse kam fillu profession me mendu në fakt ndoshta presja kam bo këngë. Po do na zbulosh diçka se si do jesh, çka ke përgatitur, si do shfaqesh në skenë, se ti ke menduar mirë, e ke ndarë mendjen që do e fitosh Eurovisionin. Festivalin RTS, para Eurovision. Le të themi që veshjet janë art. Art, edhe njerëz që din punën që unë bëj, edhe gjithë punën që kam në Instagram, ato foto me gjitha që ka bëj, do jetë, do me thënë, diçka më ndryshe nga asaj, por që është komplet art edhe jam shumë i lumtur që kam pas fatin me punu me dizajnera këtu që jemi mujt, do me thënë, me u lidh ashtu artistikisht edhe e kanë pa imazhin tim edhe idenë që unë e kam edhe e kanë prun jetë. Ekziston një foto jotja me Rita Oran. Po. Mund të na tregosh se çfarë lloj miqësie ekziston mes teje dhe saj? Unë Rita Oran para ca vitesh, në fakt, ajo ka qenë te YouTube Space, që është një zyre YouTube këtu në New York, edhe unë kam qetë një të nko aty, kështu që aty jemi thaku për erën e parë, edhe në fakt ajo normalisht nuk e kishte idenë se kush isha, por që i tregova që jam shqiptar dhe i tregova që këndoje, bla bla bla. Do me thënë është shumë e mirë edhe më tha shumë fjalë të mira edhe është shumë e ëmbël edhe nuk kemi, do me thënë, miqësi ashtu që mundem të shkruaj mesazhe mes njëri tjetrëve. Ja ke numrin faktën, e ke numrin e saj, e ka numrin? Nuk e kam numrin e saj, por që kemi bisedu në rrjetet sociale, po nuk ka qenë nuk kemi taku mua pas atij momenti normal, por që kur kam qenë Los Angeles te the Grammy Parties, ajo ka qenë aty edhe kam pas rastin me pa, po vetëm një përshëndetje se kur shkon te Grammy Parties është shumë e çmendur, ka shumë njerëz që lëvizin gjithë kohën, kështu që që po mundohen të flasin me dikën. Por, veç ka qenë kështu bisedë që kemi pas për muzikën, pashtu të njëjtën gjë me Dua Lipën. Po, do të pyes për Dua Lipën. Ti cilën preferon më shumë nga të dyja, Dua Lipën apo Rita Oran? Në fakt, unë i dua shumë të dyja, dhe mendoj që të dyja kanë hap shumë rrugë për artistë shqiptar me bo çka po bojnë ato. Por që nuk e dija kisha mujt me zgjedh njërën për tyve, por që kur kom fillu me bo muzikë New York, në fakt Dua Lipa ajo ka qenë dikush më ka këshillu në çfarë drejtimi të shkoj unë në muzikë këtu në Amerikë. Kom pas shumë biseda me to para se ka bërë këtë albumin, se kom pyet shumë në fakt se si ka qenë eksperienca e saj dhe si ka mujt, do me thënë, me i bo gjithë këto gjëra që ka bën muzikë edhe kisha nevojë për këshilla sa i përket muzikës në anglisht këtu. Edhe ajo më ka ndihmuar shumë me shumë gjëra edhe do me thënë të kërkoj brenda vetes se çka do me bo me muzikë këtu dhe çfarë lloj muzikës do me bo këtu. Por nuk është që edhe me ato kam kështu miqësi, ka qenë vetëm sa i përket punës që kemi fol. Me që nuk e di, më erdhi në mendje tani një foto që e kishe postuar në Instagram dhe e kishe fshirë. Më duket se ishe nudo apo jo? Po. Pse e fshive? Nuk mendoj që është pak shumë për shqiptarët. Unë po e kërkoja për të parë diçka, se thash duhet bërë diçka për një personazh që bën një lloj revolucioni, se edhe mënyra e pozës, nuk e di me cilin fotograf i kishe bërë, ishte fotografi i njohur apo jo?
Po. Ajo në fakt ka qenë kampanjë që e kom bo për një kompani dyqaneve që shesin, do me thënë kostume, ajo ka qenë për ata arsye dhe kostume aty? Po mendoj kostume për Halloween, për shembull ato wings që i kam, krahat që i pata, kështu që ka qenë për ka qenë një kampanjë. Po pse se nuk po e gjeja dot që ta publikonim dhe ne. Po të thani smoj? Jo, pse e fshive të erdhi ndonjë mesazh? Në fakt jo. Çfarë ndodhi? Në fakt mesazhet ishin shumë pozitive, kështu që edhe Vesa Luma në fakt më shkruaj ti sepse ja adhuronte foton, por që i fshiva foto për shkak se kishte shumë mesazhe edhe ishin kogja pozitive. Ishin aq pozitive sa ti nuk i rezistove dot, Nuk i rezistova dhe i fshiva, se tash nuk mundem me këtë gjithë pozitivitet. Po ti jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ti intereson akoma se çfarë mendojnë shqiptarët? Jo, në fakt jo, nëse ti, si që edhe me herë, ti ke parë dhe faqen ti me rrjetet e mia sociale, gjithashtu edhe muzikën, videoklipet që kam, nuk e kam problem se që kam të njerës, do në kam marrë mesazhe shumë ekstreme, deri kur njerës të do me thënë kanë thënë që ndoshta do më vrasin, kështu që nuk jam këto gjëra. Edhe kërcënime, se i bojnë zakonisht. Normalisht që kërcënime ka çdo ditë, edhe nuk më intereson shumë. Ajo më shtin në fakt me bo gjana dhe ma të çmendura, se nuk mendoj që like, artin që jam të e bo ka diçka të keqe, dhe nuk mendoj që duhet kemi ka shumë negativitet kur vjen puna tek si e shohim veten edhe trupin e gjitha, se nuk ka asgjë të keqe dhe nuk kam bërë asgjë seksuale me atë foto, kështu që nuk ka qenë diçka për mu të shmend. Me shumë ndjenjë i drejtohesh ose i këndon dashurisë. Realisht si je ti në dashuri? Si dashuron? Unë dashuroj shumë dhe dashuroj rënd, edhe nëse ndëgjon këngët e mia, e sheh se si dashuroj, se ka shumë emocione. Ka shumë emocione, po mendon se ka një dashuri? Ekziston një dashuri apo mund të dashurosh pafund? Mund të dashurosh pafund. Mund të dashurosh shumë njerëz? Po, patjetër. Më fal se ti nuk je me idenë që është vetëm një dashuri e madhe në jetë. Nuk e mendoj ashtu, mendoj që mundesh me dashuru shumë njerëz në jetën kohë. Po mendoj nëse në të njëjtën kohë? Nuk e mendova ashtu, e mendova për shembull nëse le të themi e ke një ex. Po ti do shumë atë person, ti do vazhdosh ta duash, po jeta vazhdon dhe dashurosh me dikën tjetër, po ai person gjithmonë do ketë. Jo, shumë e drejtë. Këtë shpjegove shumë bukur. Po ai person do ketë gjithmonë një vend në zemër prap me dashuri, kështu që nuk mendoj që mundesh me qenë dashurum vetëm me një person. Ashtu e mendova, jo. Sa ka shumë njerëz kjo botë, si mund të ngjelë një person i vetëm? Se unë thash kur dashurohesh me shumë personat në jetën kohë. Jo, ti je shumë mirë sepse ka dhe njerëz që bëjnë atë gjë. Nuk jam unë ai, kështu që nuk e di. Po, si është jeta aty në Amerikë? Dashurojnë njerëzit aty se ka shumë ritëm frenetik, ka shumë njerëz të racave të ndryshme. Po, patjetër. Na shpjego pak se si ndodh që mund të njohësh një person, të flirtosh dhe sa e mundur është që të krijosh një lidhje. Le të themi që ai është problemi më i vogël këtu. Si është problemi më i madh? Edhe ajo është arsyeja, po mendoj ka marrë shumë kohë me le të themi me inkorporu një jetë këtu për shkak se unë jam rrit me tradita tjera, jam rrit me gjana tjera në Kosovë. Kështu që kur jam vendos në Amerikë, ka qenë kogja ndrim komplet i trunit për mu, se
gjithçka u bë ndryshe, qyteti është shumë i madh, edhe normalisht gjithçka është komplet 100 herë më dramatike se sa atje. Por Dramatike në çfarë kuptimi dramatike? jeta lëviz shumë shpejt. Gjithkush është duke ngajt çdo ditë të bëj diçka, çdo ditë të mundu me bëj diçka, është domethënë qyteti që kur nuk nalet, edhe jeta është shumë e shpejt këtu. Por sa i përket flirtimit nuk është problem hiç. Ti çfarë preferencash ke? Je racist? Jo. Apo jo? Jo. Çfarë Jo. mendon? Jo, në fakt, jam shumë i sigurt që përpara ndoshta kam qenë kur kam jetuar në Kosovë, se normalisht nuk kemi rrit me njerëz që janë të ngjyrave tjera, kështu që nuk kam pas komunikim ashtu derisa kam ardhur këtu, por kam pas shumë gjana me mësu edhe normalisht që u dash me mësu ato gjana, se nuk mendoj racizmi është gjë e drejtë, edhe jam kundër normalisht, edhe ka shumë shqiptar që ende janë, po Normal. yeah, por unë nuk jam racist fare. Sidomos kur vjen puna për marrëdhënie ose diçka ashtu, jo. Po si shkove në Amerikë? Sepse Kam- shumë dim që shumë shqiptar zgjedhin rrugën më të shkurtër, bëjnë martesë për letra, si quhet? Martesë fake. Jo, unë fakt kam ardhur për shkollë, se siç thash edhe më herët, unë kam studiu kanto, edhe për atë arsye kam ardhur këtu në Amerikë me studiu kanto, dhe kam studiu kanto, mandej kam fillu me punu, dhe për shkak që kam pas sukses të madh këtu me punën që e kam bë, kam mujt me apliku për, domethënë, për dokumenta, tash jam edhe shtetas e kam American citizenship. Edhe jam bë gati 9 vite që jam këtu, kështu që më ka ndryshuar jeta komplet, se nuk është që jam i rrethum nga shqiptarët siç më ka përpara. Të bëj një pyetje, me sa njerëz ke pasur histori në këto 9 vite? Ke bërë ndonjëherë ndonjë llogaritje? Jo. Jo, më duket se kam jetuar 100 vjet, them atë. Po, kjo kënga e fundit, ka lidhje me ndonjë person të caktuar dhe i çfarë kombësie mund të jetë? U shkëput e pak, ndoshta të erdhi, po, u shkëput e pak. Më fal. Më fal, fare çfarë pyetja? Pyetja ishte që kjo kënga e fundit, nëse vdes, për këtë do vdisje ti, për një kombësi shqiptare apo për një kombësi çfarë do lloj qoftë? Ka lidhje kjo? Nuk ka të bëjë me shumë persona, një që kam pas në periudha të caktuara që le të themi kam qenë i lëndum nga ata me një farë mënyre apo tjetrën, edhe ka qenë domethënë dedikime gjithë atyre njerëzve që më ka shkanktuar dhimbje deri në këtë ditë. Edhe atyre që nuk ka mujt me i thonë, për shembull, nuk ka mujt i kërkoj falje për gjërat që unë i kam bërë, apo ata që nuk më kanë kërkuar falje mu kur sepse nuk munden me kuptu se çka më kanë shkaktuar, për ato ka qenë. Edhe çfarë bën ti kur të lëndojnë, si sillesh? Shkon në shtëpi? Shkruaj, kaloj shumë kohë në natyrë, lexoj shumë, luaj piano shumë, mundohem të shkruaj melodi, të shkruaj tekste të reja, që flas për eksperiencën. Alkool, droga jo. Po me alkoolin? Jo me droga, nganjëherë po. Po, për shembull, para se të ngjitesh në festivalin e këngës, çfarë do pish që të jesh në formë? Nuk besoj që do pi alkool, se ka gjëra tjera që përgatiten para se futem në skenë, por që nuk është alkooli. Nuk është alkooli? Ja. Jo para performancës, asgjë tjetër. Për çfarë je duke punuar tani? Je duke punuar për ndonjë album? Ku do të shohim pas këtij festivali? Sepse e shoh që i ke hyrë muzikës me shumë seriozitet
dhe nga komentet, nga mënyra se si punon, nga muzika që ti bën, mendoj që do arrish shumë lart. Faleminderit shumë, e vlerësoj shumë fjalët e tua. Unë pas festivalit, albumi im do publikohet diku nga fundi janarit. Kam diku 11 këngë, kam një këngë me Orkestra Zaimin aty, kam një këngë me Eliza Hoxhën, kemi bërë një remix të këngës saj Kthehu Ti, që ajo e ka publikuar para 10-12 viteve, kur Eliza para se është ndalë bëj muzikë. Edhe ajo është deputete tani, kështu që nuk po merret me muzikë, por që unë ndihem shumë i nderuar që ka pranuar ftesën ta rikthej këtë këngë me mua. Edhe albumi do publikohet, domethënë në janar, edhe kam një duet me një artiste shumë të madhe dhe të dashur deri më sot, por që nuk mundem me nuk mundem të them emrin, por që është domethënë një ëndër e bërë realitet për mua, edhe nuk më besohet që inqizimi këngës është bërë edhe që kemi të përfunduar, por që besojmë pas festivit. Kjo nuk na e thua fare, se kush do jetë? Le të themi një këngëtare është kosovare. Një diva e Kosovës, po. Një diva e Kosovës. Okej. Kështu që menzi po pres. Mirut, unë nuk naqja realisht. Çfarë mund të themi diçka tjetër? Çfarë do të thuash? Cili është S'kemi që themi kur të vi do dalim pim kafe dhe do bëjmë një live tjetër bashkë. Po patjetër. Mesazhi yt për njerëzit që bien në dashuri kokë këmbë, u erën syt dhe kujtojnë se bota mori fund pas ndarjes. Cili është mesazhi yt? Bota nuk merr fund mas ndarjes, edhe veç kujtoj që ke dashuri nga njerëz tjerë, edhe jeta vazhdon. Po nuk i shikon ato të tjerët, shikon vetëm atë që ta ka bërë keq. Ai që mos të do. Qa mesazhi ke? Çfarë mund të thuash, meqense je fokusuar te kjo lloj muzike? Dashuro pa frikë, se nuk ka gjë më të bukur se dashuria. Beson te karma e Angela Peristerit dhe Olf Thurit? Patjetër. Edhe Kledi Bahitit? Atë këngë në fakt unë ndëgjoj çdo ditë, nuk e di pse kam kështu, ka ngel në kokë dhe çdo moment kur e këndon sidomos atë pjesën e dytë, unë jam gjithmonë kam duke këndu me zërin e saj, se më pëlqen shumë ajo këngë, por normalisht që besoj në karma. E ke parë me sytë tu? Po. E karmës? Shumë herë. Ke lënduar dikë? Normalisht. Që mirë që ke lënduar, o? Normalisht. Të falenderoj shumë, unë të uroj shumë sukses, pres performancën tënde dhe çfarë ke fantazuar në veshjen tënde, jam kurioze. Nuk e di me çfarë do mbulohesh, me kostum jo atëherë. Jam e sigurt. Well, le të themi që shpresoj që kam atë pëlqy, se për një me kam shpenzuar shumë kohë në ato veshje dhe gjithçka. Kështu që sukses edhe ty edhe Stefanos në performancë, edhe unë jam shumë emocionuar me pasur çka keni me bëj ju, edhe do me thënë e vlerësoj shumë edhe këngën që keni bëj ju në festival, kështu që jam shumë i nderuar që kemi me ndas kenën bashkë, edhe do shihemi edhe takohemi dhe flasim më shumë. Falenderoj shumë e mirë, suksese. Faleminderit shumë. Edhe qof gjithmonë kështu, talent, siç je. Se të kam vlerësuar këtë festivali 57. Shumë faleminderit për gjitha, e vlerësoj shumë. Ndihem shumë i nderuar, faleminderit. Gjithë të mirat edhe miru takofshim në Tiranë. Shihemi shumë shpejt. Ciao. Ciao. Ciao.